është bërë shumë e mirë, një tavë verore, e këndshme, e shishme, është një drekë speciale, themu. Të dashur ndjekës, sot do bëj një recetë shumë të mirë, shumë të shishme, tamam tavë verore, themun, me domate, domatet shumë të mira, të pjekme, pak të forta, duhet për këtë lloj recete, jo qulla piket, do të zvaritet të hapet kjo domatja, se këto do priten dhe do bëhen mrena zgavur, do i heqim tullin, kam prej 800 gram qep, edhe një spec jeshil, edhe pak piper të zi. Tash do i lejmë të skuqet, të mundume pak, përzim qepën. Shofim hargjën. Nuk ka njës, po lëshon atë karamelin nga poshtë, dihet gjithmonë që qepa mban sheqer, se flaka nuk është e thotë, po lëshon gjys. Ashti këto zemrat i pret kubik. Edhe farat i largon, se janë të tharta. Qepa tash është zbut, se duhet patjetër tjetë pothuajse e butë, se ajo njallet në gojë edhe kërcet edhe bëhet shumë e pashishme. Prandaj gjithmonë do pas kujdes, qepa avash, të kapërdiset ashtu siç duhet. Tashti kaloj domate, zemrat bashkë me një domate e gjysmë që kisha përgatit. Gjithmonë lëngun jo, ka aciditet shumë dhe tharton edhe një pjesë të farës, sa doja derdha prap. Tashti e ngrej pak, që të shtypet zemra e domates, është më e fortë, edhe do pak zjarr të fortë. Do t'i hedh pak spec të kuq, jo djegës, kafe jo më shumë. Pak spec pikant, me fara. Që të zi pak, do dhe që të zi mirë, qepa me domaten, të zbutet ashtu siç duhet, do t'i hedhim pak ujë, të ngrohtë, me amenje, 2 lugë të tilla. Edhe një vegeti, knor, perimesh, gjithmonë i hedh për shije, se kjo nuk ka mishë dhe dominon pastaj zavatet nuk e kanë shijen e dikushme, kush dëshiron e hedh, po kush nuk dëshiron, mu më pëlqejnë që gjellat të dalin me shije, jo sikur hambar, prandaj një. Edhe tashi do e lejmë hargjën të bëhet avash, do e ulur, të bëhet avash, që të treten, e muloj pak. Gjysëm e mullume, që t'i dali nyra sipër. Do ly 2 gishtat, sheqer. Kush është me diabet, le t'i ly dhe me kryp, se edhe krypa, e kene pak kur ham bukë me domatë me kryp, i jep shije. Po unë për të heq pak aciditetin që ka, unë do t'i vendos sheqerin, edhe do t'i përmbys kështu, deri në momentet që do t'i mbushja shumë pak, sa për shije, që të vija ëmbla me thartën, të bëj balancimin dhe t'i japi shumë shije. Masi shtërron 2 gisht gjithmonë, bas masës që keni, 2 gisht më poshtë, ja ku e ka vënë vijon, atëherë hargja është gjysmë e bome, do t'i hedhim orizin, 100 gram oriz, duhet të lidhe domatja, vetëm orizi e mbledh dhe e mban kupë. Tashti e lejmë të zi, po duke e pa pak, do t'a shtoj pak, se kisha lënë shumë pak, që të mpikset për të mush domatet dhe për t'i bë gati për në furrë.
E mbuloj. Po tashti kur i hudhni orizin duhet nejt te koka sa ajo njit poshtë. Gjithmonë orizi zëkore poshtë. Tashti ato do ta heq a funilla, do e le të ftofet pak që të mpikset orizi, ta pije dhe ta përthithi dhe i qik lëngun, do e largoj nga e nxehta, gjithmonë pak më njanë, që ajo ta përthithi dhe ato bëhet pak më e fortë. Harxhën e largoj të ftofet, ndërsa në funill vej pak tavën që të ngrofet, se dihet që tavat e dhejës me zi ngrofen, do e ngrof pak më përpara, pastaj do ta fus në furrë. Mbushjen do ta bëj ke tava dheut, po përpara e futa në ftere, se bëhet më shpejt, dhe e lak pak me ynyrë, se nuk kthehen më domatet, se i prishet forma. Edhe e ly tavën. Kisha një patate në syrtar dhe duhet ta konsumoja, do t'ja hudh kështu vene, pak do t'i spërkas me ynyrë, me vaj, që të mos thahen. Ja, shumë pak, me sy, edhe pak spec të kuq për ngjyrë. Kush dëshiron e hedh ngelet në i kokër gjithmonë. Po e bëj kështu. Tashti merrem me mbushjen e domates. Pak më poshtë, se që është vija i domate, e mbushim dhe e vejmë ansore, kështu. Me gjitha do veprojmë në njëjtën mënyrë. Nuk do t'i kthejmë, se unë i lyva me vaj, edhe i ul poshtë pastaj, për të zënë pak ngjyrë, edhe të piqe domatja nga sipër. Ashtu këto që ngeli, e vejmë këtu. Ajo jep shumë lezet harxhës. Do i hedhim edhe patatet këtu në mes, kokra që ishte. Ashtu i hudhi qik vaj sipër, se ynyra e pjek. Kjo është tavë vere, tamam e shishme. Tashti do ta pjek në furrë. Dhe tavën me domate e nxora nga furra, është bërë shumë e mirë, një tavë verore, e këndshme, e shishme, dhe me vlera, për këtë stin të ngrohtë, është një drekë speciale, themu. Në traditën tonë, gjithmonë domatja ka qenë më e shishme në tavë se sa speci. Provojni dhe do ngelni shumë të kënaqur, na bëft mirë dhe ne.